Në vazhdën e intervistave me kandidatët për kryetarët e komunave, sonte në fokus është komuna e Gostivarit. Atje garojnë 3 kandidatë, Valbon Limani nga AKI, Visar Ademi i Pavarur dhe Sabedin Demiri nga Vlen. Për korektësi me shikuesit, kandidati i Vlenit, Zotri Dauti, për shkak të aktiviteteve parasgjedhore nuk do të jetë pjesë e intervistës. Bisedën sonte filloi me kandidatin e AKI-s, Valbon Limanin. Zotri Limani, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alçat. Mirë se jeni dhe faleminderit për ftesën. Zotri Limani, bisedën do e nisim me temën aktuale që është ajo me borxhin e komunës Gostivarit. Është komuna me borxhin më të lartë në nivel shtetëror. Atë shifra arrin 11.2 milion. Si ju jeni tashmë 1 vjet e gjysmë në krye të Gostivarit, nëse do të uleni në karrikën e kryetarit, si do të zgjidhni problemin me borxhin? Mirë, po, komuna e Gostivarit ka borx organi për 11.2 milion euro, borx i cili është akumuluar në ndër vitet, dhe me thamë vitet kur ashtu si që dim ndodhi edhe pandemia, por ndodhen edhe ato krizat me çmimin e energjisë elektrike në nivel botëror dhe në ato kohë kur shumica e komunave nuk kanë pasur guxim për të punu dhe për të pas projekte infrastrukturore, komuna e Gostivarit nuk është ndalur së punuari edhe në atë periudhë, edhe shumë e logjikshme dhe normale që brenda këtyre viteve është akumuluar një lloj borxhi, por gjithsesi këtu patjetër të përmendim se të gjithë projektet të cilat kanë të bëjnë me mjetet të cilat janë të siguruara, si në këtë rast siç është rasti me kredin hungareze nga qeveria, gjithashtu edhe ato regjistrohen si borxhe dhe derisa të njëjtat nuk paguhen, ato janë të regjistruara dhe qëndrojnë aty si borxh i akumuluar. Për ndryshe borxhi real dikund është 9.5 milion euro. Normal kemi një plan për të njëjtin me një dinamik të caktuar ngadalë që ta ulim. Komuna është borxhli edhe ndaj ndërmarrjes rusine. Si do të zgjidhni, si do të shlyeni këtë borxh? Komuna e Gostivarit nuk ka asnjë borxh ndaj ndërmarrjes rusine, ka ndërmarrja publike komunalec, e cila më veç paguan në këste. Megjithatë ndërmarrja është në kuadër të komunës. Megjithatë është një subjekt i veçantë juridik, domethënë e cila është themeluar nga komuna. Gjithsesi kanë borxh, por ato më veç kanë bërë një marrëveshje me ndërmarrjen e përbashkët publike rusine dhe kanë filluar që më këste ta paguajnë borxhin i cili për një kohë të caktuar është akumuluar dhe më veç me atë dinamik hecin edhe pagesa e obligimet të cilat i ka ndërmarrja publike komunale ndaj ndërmarrjes rusinopollak. Kur jemi tek ndërmarrjet publike, si e keni planifikuar në programin tuaj organizimin e ndërmarrjeve publike në 4 vitet e ardhshme, sigurisht nëse bëheni kryetari i Gostivarit. Ndërmarrjet aktualisht kanë borxhe, po është problemi tjetër edhe me mungesën e kuadrit. Po, ndërmarrjet në fakt vetëm ndërmarrja publike komunale ka borxh dhe për të njëjtën kemi bërë një plan se si do të bëjmë riorganizimin e saj, ndoshta edhe me krijimin e një ndërmarrje tjetër me një veprimtari, domethënë do të ndajmë veprimtaritë me të vetmin qëllim që të jenë më efikase. Kemi një plan të caktuar për mandatin 4 vjeçar, normalisht nëse e marrim besimin e qytetarëve, dhe besoj se me atë dal nga dal edhe ndërmarrja komunale do të stabilizohet dhe do të rimëkëmbet. Zotri Limani, një ndër çështjet që i shqetëson banorët është edhe ekologjia, pastërtia, pra si do të zgjidhni problemin me deponitë, çfarë do të ndërmerrni, sipas të dhënave të sektorit përmjedis në komunë, ka dikund mbi 50 ose rreth 50 deponi. Mirë, punohet në disa drejtime, veç në 6 muajin e fundit, se i përket komuna e Gostivarit ka siguruar 2 kamion të ri për menaxhim me mbeturina dhe mbi 100 kontenjer në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunale dhe gjithsesi më veç afër 2 vjet e gjysmë 3 gjatë një procedurë me Bankën Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim, në të cilën janë të paraparë dikund 150 kontenjer dhe 9 kamion të ri për komunën e Gostivarit dhe me këtë dukshëm do të përmirësohet, por paralel me këtë
punojmë edhe me UNDP, një prej 2 qyteteve në Maqedoni bashkë me Kavadarin. Jemi pjesë e City Experimental Fund, një fond për $200,000 me të cilën do të tentojmë që të zgjedhim problemin me mbeturinat inerte, ndërsa se i përket deponive ilegale, gjithsesi fillimisht do të punojmë në kampanjë për ngritjen e vetdijes tek popullata, por paralel me atë pastaj do të shkojmë edhe me vërejtje, ndoshta edhe pas një kohë nëse nuk japin rezultate të volitshme, atë ndoshta do ketë edhe dënimet për qytetarët. Kur jemi këtu, duhet të pyes edhe për deponi që krijon në shtratin e lumit Vardar. Disa herë është pastruar, prapë krijon deponi brenda, kur bie niveli i ujit të nxirren në sipërfaqe mbeturina të shumta deponi. Komfort kësaj që thash edhe për deponit ilegale, ne një herë është pastruar në bashkëpunim me UNDP, një projekt i cili pastroi shtratin diku afër 3 kilometre. Gjithsesi, kur ka pas edhe mungesë uji, në raste të caktuara kemi punuar si komunë, prapë do të them bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunale për të pastruar të njëjtën, edhe pse komuna si obligime ka veç në atë pjesë urbane ku ka shtrat të lumit, aty e ka obligimin për të pastruar të njëjtën, por ne nuk e kemi parë këtë, gjithmonë kemi tentuar që ta bëjmë më të mirën për qytetin. Zoti Limani, në Gostivar ka shumë qenë endacak. Si do të zgjidhni këtë problem me qenë endacak që paraqet shqetësim për fëmijët fillimisht që shkojnë në shkollë, për qytetarët? Po, dhe jo vetëm në Gostivar, problemi me qenë endacak është një problem në nivel shtetëror që çdo komunë ka, edhe për fat të keq të gjithë ato të cilët tentojnë që të deklarojnë se problemin mund të vetë ta zgjedhin, për të qenë sinqert deri në fund, problemin çdo komunë vetveti nuk mund ta zgjedh. Do të thonë duhet një qasje ose rajonale ose qasje shtetërore që e njëjta të zbutet apo të ulet si problem. Ne në kuadër të rajonit Topollogut me 9 komuna veç më kemi një projekt për një strehimore rajonale, ku të gjithë 9 komuna do t'i strehojnë qenë endacak. Besoj që e njëjta të realizohet, kanë vetëm të gjejmë vetëm fonde, në qoftë se jo, unë do të insistoj në kuadër të rajonit Topollogut të gjithë të participojmë me të vetmin qëllim që të ndërtohet kjo strehimore rajonale. Nëse ndërtohet, atëherë besoj që dukshëm do të përmirësohet gjendja në këtë drejtim. Sigurisht se shumica e komunave dhe Gostivari përballet me mungesën e çerdheve në krahasim me listën e fëmijëve që presin për të regjistruar. Keni në plan ndërtimin e çerdheve, si do zgjidhni këtë problem? Në Gostivar lista e fëmijëve të cilët presin është diku 180 fëmijë, nëse nuk gaboj. Ne më veç kemi një projekt të gatshëm për një çerdhe të re me kapacitet prej 100 deri 120, si dhe kemi në një çerdhe në Bajnicë të Poshtme gjithashtu një aneks ndërtim, do me thanë për të arrit kapacitetin edhe për 50 deri 60 fëmijë, dhe në total shkon deri 180 fëmijë dhe besoj se me ndërtimin e këtij aneksi dhe me një çerdhe të re, e cila më krejt procedurat i ka kaluar, besoj që nuk do të ketë më listat pritjes deri në fund të mandatit. Zoti Limani, një çështje tjetër shqetësuese paraqitet edhe shpërngulja e nxënësve. Mbi 200 nxënës janë shpërngulur apo kanë kërkuar fletë shpërngulje gjatë këtij viti në Gostivar dhe rrethin. Gjithsesi migrimi rrezikon paralelet, rrezikon ndoshta paralelet funksionimi normal i procesit. Tani, pas ndoshta 10-15 vitet e fundit, trendi është gjithmonë të ulet numri i nxënësve për fat të keq, dhe kjo është një proces global i cili ndodh gjithandej në Europë, po posaçërisht në Gadishullin Ballkanik dhe në Maqedoni. Ne mundohemi ta bëjmë më të mirën atë që është në kompetencat e komunës së Gostivarit, mirë po ky është trend i cili vazhdon, të shpresojmë se edhe politikat në nivel qendror do të ndryshojnë me të vetmin qëllim që të arrijmë të mbajmë këto fëmijë dhe këto familje mbi të gjitha në vatrat tona. Sigurisht se për t'i mbajtur në vatra duhen edhe vendet e reja të punës. Çfarë parashihni në programin tuaj për tërheqjen e investimeve në Gostivar, për zhvillimin e biznesit lokal apo zhvillimin e bujqësisë lokale? Mirë, sa i përket kompetencave të pushtetit lokal në aspekt të zhvillimit të bujqësisë, jo gati se nuk ka, po nuk ka as pak kompetenca, dhe të flasim për atë realisht do të jetë veç një lloj populizmi. Ne mund veç në aspekt logjistik që ndihmojmë me dokumentacion apo me këshilla. Mund të jetë një ndihmës edhe ajo.
Mirë, po sa i përket të zhvillimit të bizneseve apo në fakt investimeve të reja të që ndodhin, edhe ato janë të lidhur me pushtetin qendror. Ne kemi një ide për një pjesë të qytetit që duam ta zhvillojmë si zonë ekonomike, do ta quajmë industriale, të cilën besoj do të arrijmë ta bëjmë dhe me atë të tërheqim spaku disa kompani të cilat punojnë në IT sektorin. Kjo është njëra prej mundësive, por gjithashtu patjetër të përmend se për të rritë këtë vit 2026 do të subvencionojmë me nga 60.000 denar çdo startup të rinjve, si dhe fuqizimin e grave, gjithashtu çdo startup të cilën do ta fillojnë gratë do të subvencionohen me nga 60.000 denar nga Komuna e Gostivarit. Zoti Limani, cilat janë projektet më urgjente të infrastrukturës që do t'i ndërmerrni? Projektet infrastrukturore janë në numër shumë, më veç kemi 50 të cilat i kemi siguruar mjetet dhe janë të gjithë edhe me leje ndërtimi, me të gjithë procedurat e kaluara dhe besojmë këtë dukshëm do ta përmirësojmë infrastrukturën. Jemi duke punuar në kanalizimin fekal në Çegran, kemi filluar. Besoj që në pranverë do fillojmë edhe ujësjellsin në Debresh, kështu që ka goxha shumë numër të madh të projekteve infrastrukturore. Zoti Limani, faleminderit shumë për kohën që ndati jeni në Alsat. Faleminderit, nder dhe kënaqësi.